Në 3 vitet qeverisës tuaj, vitet plota... Nuk kemi arë me bot debat mes vete. Nuk ka nevojë për të Nuk kam të gjuar që ti je zëdhënësi më elokuent në formën tënde për ata që nuk kuptojnë që kjo qeveri është dështimi më spektakolar i gjithë të vite. Që kur ke thënë këto tjetë e mobe dhe këtë, s'ka lidhe fare. Qa di gjëjon të më? A isha më vlerësusi më i mirë i këti panelit tu herën tjetër, me notën për qeverin? O do bëhet debat. Notën për qeverin, to e ngellën, unë e kalova. O falimderit shumë. O do bëhet debat. Ate po, bëj debat. Le të flasim të atë vetëm, o do pysim. Po një nga dyja, se të s'po marrë veç qajmë. Tashi, kur kryeministri i vendit pohon që është rritur konsumi... Po s'diskutohet që është konsumi. Mua më lindet drejta të pys, dhe jo vetëm mua, po edhe atyre që na shohin, i lindet drejta. Ata që na shohin janë më të qartë se ju, se ju këtu jeni për të manipulu ata. Ju dini këtu për të qorodit ata që në shohin. Ata janë gogjatë qartë. Pyetja është thjesht. Pyetja është shkolla këtëm. Nuk një gjë drejt kjo është që në vitën e themit njëtat gjëra, ju i ndroni her pas herë çdo 2 vjet. Po s'merrem më me shifra me kryeministrin, me qenë se bezdisha shumë. Bëj edhe këtë pyetje që të kalim të pyetjet politike, fushata se kanë 100 halle këtu. I gjithë sektori që përmbledh tregtin me pakicë, tregtin me shumicë, hotelet, restorantet, kafet, transportin e çdo lloji, gjithë shka pra që janë ato produkte dhe shërbimet e përditshme që marrin njerëzit. Pa ka rritje më të madhe ekonomike. Po shati se s'po nuk po të pyes ty tash. Në 3 vite, prodhimi i këtij sektori, pra që quhet vlera e shtuar, është 629 miliard lek. 630 miliard lek në çmime konstante. Ka qenë 3 vjeçare qeverisë kaluar. Vën numro. Atëherë këtu lind pyetja. Si që ka rritur konsumi, kur këtu ke ky sektor ne marrim gjitha shërbimet e përditshme dhe vlera e shtuar është vën numro. Nuk është rrit. 1.5 miliard rritja në turizëm. Ore këto turistët që ka rritur shumë në Shqipëri. A han këto? A pin këto? A flen këto? A marrin shërbime? A arktohen? Se gjithashtu është rritur numri shumë, dhe duket që është rritur numri. Por gjithë ky sektor, kur marrim shërbime, vend numro, sipas statit tuaj. Tash, o e keni mirë ju, edhe ka gabim i stati, o ka sakt i stati, e keni gabim ju. Tani ti, unë habite me ty seriozisht, pse nuk ka... Edhe unë habite me ato shifra që nëse keni stati. Se nuk ka dorë futur politik, se ti bën punën e 7 deputetëve të Lulit, edhe futu atje dhe të faktën e di që zvi ule me ty. Edhe kjo është një...